Federata Shqiptare e Basketbollit ka organizuar në Shkodër 2 grumbulllime të ekipeve kombëtare U16 dhe U20. Pikërisht me trajnerin e ekipit kombëtar U20 të shkodranën Medina Mustafa, një herë dhe trajner e Vllaznisë. Profesorish, një grumbullim në Shkodër që i shërben skuadrës për ballafaqësimet evropiane. Patjetër. Ne do luajmë në divizionin B. Është një divizion pak më i vështirë. Do përballemi me skuadra të mëdha, por që me punën që po bajmë së bashku me vajza, shpresojmë të përfaqësohemi sa më mirë. Sa është kontingjenti i vajzave të grumbulluara në Shkodër? Ne kemi 12 vajza të grumbulluara, njëra nga lojtarët e kemi tek ekipi i parë, që momentalisht ndodhen në Pej, që po zhvillojnë kampionatin me Small Country. Dhe bëhet fjalë për Reshpjen me stadion? Përveç Reshpjes, kemi një tjetër që do luajë edhe tek U20, po ndodhet në Pej. Ndërsa nga Shkodranit kemi Medina Hykaj dhe Israt Vibra të grumbulluara me U20. Profesorish, e kënaqur që Federata Shqiptare e Basketbollit i ka përzgjedhur si trajnere kombëtare? Patjetër. Kjo është një privilegj dhe në farë mënyrë një emocion, sepse vlerësimi normal, por shpresoj që t'ja shpërblej me një punë sa më të mirë, përfaqësim sa më të mirë. Një përvojë disa vjeçare, fillimisht si basketbolliste, si kapiten e Vllaznisë dhe tashmë si trajner edhe Vllaznisë dhe kombëtares, duke të plotësuar figura dhe portreti i Mustafës. Po, patjetër, ky është një mundësi që më është dhënë, edhe është pse jo një plus në karrierën time. Diçka për basketbollistët e Vllaznisë që janë pjesë e ekipit tuaj. Si po shkon performanca e Israt Vibrës dhe Medina Hykaj? Në përgjithësi e gjitha vajzave po shkojnë mirë. Ja të shohim, jemi në mes të grumbullimit, na kanë mbetë edhe 6 ditë nga grumbullimi. Në përgjithësi po shkon mirë. Ndeshjet zyrtare fillojnë me datën 4 korrik deri me 12 korrik, do ndodhemi në Somakov të Bullgarisë, edhe shpresojmë një përfaqësim sa më dinjitos, sepse atje do përballemi me skuadra shumë të forta. Ndeshja e parë është me Greqinë, që dihet tashmë, është një ekip shumë i mirë, por ne do përfaqësohemi, do mundohemi sa më mirë. Të fillojmë nga rasti diçka dhe për Vllaznin, ndoshta është disi herët, por sezoni i ardhshëm do të ketë një lëvizje pozitive për skuadrën. Metet surprizë. E lajmë surprizë për sezonin e ri. Ishim me Medina Mustafën, trajneri i ekipit tonë kombëtar të basketbollit U20 dhe një herë si trajner e Vllaznisë. Profesorish, faleminderit për intervistën. Sukses.